Vetja font family specifikon shkronjat për një element. Këshill, vetja font family duhet të mbajë disa emra shkronjash si një sistem rezervë. Nëse shfletuesi nuk e mbështet shkronjat e para, ai provon shkronjat tjera. Emrat e shkronjave duhet të ndahen me presje. Gjithmonë filloni me shkronjat që dëshironi dhe gjithmonë përfundoni me një familje gjenerike, për të lejuar shfletuesin të zgjedhë një shkronjë të ngjashëm në familjen gjenerike, nëse nuk ka shkronja të tjera të disponueshme. Shënim: nëse emri i shkronjave është më shumë se një fjalë, duhet të jetë në thonjza, si Times New Roman. Shkronjat e rezervuara të përdorura zakonisht. Në vijim po japim disa shkronja rezervë të përdorura zakonisht të organizuara nga 5 familjet gjenerike të shkronjave. Serif, sans serif, monospace, kursive, fantasi. Vetja font style specifikon stilin e shkronjave për një tekst. Kjo veti mund të ketë një nga vlerat e mëposhtme. Normal, teksti shfaqet normalisht. Itali, teksti shfaqet i pjerrët. Oblique, teksti është i anuar, ky është shumë i ngjashëm me italik. Vetja e trashësisë së shkronjave përcakton se si duhet të shfaqen karakteret e trasha ose të holla në tekst. Vetja e varianit të shkronjave specifikon nëse një tekst duhet të shfaqet apo jo me shkronja të vogla. Në me shkronja të vogla, të gjitha shkronjat e vogla konvertohen në shkronja të mëdha. Megjithatë, shkronjat e mëdha të konvertuara shfaqen në një madhësi më të vogël të shkronjave sesa shkronjat origjinale të mëdha në tekst. Vendosja e madhësisë së tekstit me piksela, px, na jep kontroll të plot mbi madhësinë e tekstit. Nëse përdorim pikselat, faqja e internetit mund të mos shkallëzohet shumë mirë në madhësi të ndryshme të ekranit dhe përdoruesit nuk mund ta rregullojnë madhësinë e tekstit në cilësimet e shfletuesit të tyre. Megjithatë, përdoruesit ende mund të përdorin mjetin e zmadhimit për të ndryshuar madhësinë e të gjithë faqes. Njësia M është relative me madhësinë e shkronjave të elementit print. Pra, nëse elementi print ka një madhësi shkronjash prej 16 piksela, atëherë 2/5M do të rezultonte në 40 piksela.
Në shembullin vijues, madhësia e tekstit në em është e njëjtë me shembullin e mëparshëm në piksel. Megjithatë, njësia em I lejon përdoruesit të rregullojë madhësinë e tekstit në cilësimet e shfletuesit. Njësia rem është relative me madhësinë e shkronjave të elementit rrënjë HTML. Ndryshe nga em, I cili është relativ me madhësinë e shkronjave të elementit të tij print, rem gjithmonë I referohet madhësisë së shkronjave të elementit HTML, pavarësisht nga pozicioni I tij në pemën e dokumentit. Kjo e bën rem shumë të dobishëm për krijimin e dizajneve të shkallëzueshme dhe që I përgjigjen nevojave. Duke ndryshuar madhësinë e shkronjave të elementit HTML, të gjithë elementet e madhësizuar me njësitë rem do të shkallëzohen në mënyrë proporcionale në të gjithë faqen. Madhësia e shkronjave mund të caktohet edhe me njësinë V, që do të thotë gjerësia e dritares së shikimit. Njësia V është një njësi relative që përfaqëson një përqindje të gjerësisë së dritares së shikimit. Për të shkurtuar kodin, është e mundur të specifikohen të gjitha vetit individuale të shkronjave në një deklaratë. Vetja e shkronjave font është një veti e shkurtuar për font style, font variant, font weight, font stretch, font size, height line, font family,